Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Nëse Vancouveri pret mira tifozë për Kupën e Botës 2026, banorët e zonës Downtown East Side akuzojnë autoritetet se po largojnë me më forcë personat e pastre dhe kampet e tyre. Bashkia dhe policia mohojnë akuzat duke thënë se masat janë pjesë e planit të sigurisë për turneun. Teksa Vancouveri pret mira vizitor për ndeshjet e Kupës së Botës 2026, vëmendja është përqendruar edhe te një tjetër realitet i qytetit, kriza e të pastrehëve dhe varëfësisë nga droga. Banorët të zonës Downtown East Side, një nga lagjet më të prekur nga këto probleme, pretendojnë se javët e fundit policia dhe punonjësit e bashkisë kanë shtuar kontrollet dhe kanë larguar kampet e improvizuara më shpejt se zakonisht. Sipas tyre, aksionet zhvillohen që në orët e parë të mëngjesit, ndërsa shumë persona humbasin sendet personale, dokumentet e identifikimit, ilaçet dhe kujtimet familjare gjatë pastrimit të zonave publike. Disa banor akuzojnë autoritetet se synimi është të fshihet problemi i të pastrehëve nga sytë e turistëve që kanë bërritur për botrorin. Por, policia e Vancouverit i hedh poshtë këto pretendime. Zëdhënësja e policisë, Megan Louie, deklaroi se prania e shtuar e forcave të rendit është pjesë e planit të sigurisë për Kupën e Botës dhe se nuk konfiskohen sendet personale përveç armëve apo substancave të paligjshme. Sipas saj, policia po bashkëpunon me Bashkinë për pastrimin e hapësirave publike dhe për mbështetjen e personave në nevojë. Megjithatë, pamjet në rrugët pa kryqëzimit të Hastings dhe Maine tregojnë se problemi mbetet i thellë. Zona vazhdon të përballet me konsum të lartë të fentanilit, metamfetaminës dhe kokainës, ndërsa shumë vizitorë të botërorit janë shprehur të tronditur nga numri i madh i personave që shihen të shtrirë ose pa ndjenja në trotuare. Autoritetet të Vancouverit sqarojnë se rregullohet lejojnë ngritjen e tendave gjatë natës nga persona të pastre, po kërkojnë që ato të çmontohen gjatë ditës, në mënyrë që paqet e hapësirat publike të mbetet të aksesueshme për të gjithë qytetarët. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë është më afër se sa mendojnë shumica e njerëzve. Ai pritet të zhvillojë bisedime me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky gjatë samitit të NATO-s në Turqi, ndërsa më pas mund të kontaktojë edhe presidentin rus, Vladimir Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shprehet optimist se lufta në Ukrainë mund të marrë fund së shpejti. Gjatë një deklarate për mediat, Trump tha se një zgjidhje e konfliktit është shumë më afër nga se e percepton opinioni publik, duke lënë të kuptohet se diplomacia ka hyrë në një fazë vendimtare. Sipas presidentit amerikan, Vladimir Putin dëshiron të japë fund luftës, ndërsa edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është i gatshëm për mbylljen e konfliktit. Trump bëri të ditur se çështja e Ukrainës do të jetë një nga temat kryesore të diskutimeve gjatë samitit të NATO-s, që zhvillohet këtë javë në Turqi. Ai pritet të takohet të mërkurën me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në një përpjekje të re për të avancuar negociatat për paqen. Sipas një zyrtari të lartë amerikan, pas takimit me Zelenskyn, Donald Trump ka gjasa të zhvillojë një tjetër bisedë edhe me presidentin rus Vladimir Putin, me synimin për të afruar palët drejt një marrëveshjeje. Lufta në Ukrainë, që prej fillimit të saj ka shkaktuar dhjetra mijëra viktima, miliona të zhvendosur dhe pasojat të rënda ekonomike e gjeopolitike, mbetet një nga sfidat më të mëdha të sigurisë ndërkombëtare. Tashmë, vëmendja është përqendruar te samiti i NATO-s në Turqi, ku pritet të shihet nëse kontaktet diplomatike do të shndërrohen në hapa konkret drejt pushimit dhe përfundimit të luftës. Një sulm masiv me raketa dhe dron rus goditi Kievin duke lënë të vrarë të paktën 12 persona dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në ndërtesat e banimit. Mes rënojave, 22 vjeçaria Aliona pret me ankth lajmin për shoqen e saj 19 vjeçare Vika, e cila rezulton ende e zhdukur pas sulmit. Një tjetër natë tmerri për banorët e Kievit. Ekipet e shpëtimit vijuan kërkimet mes rënojave të një pallati të goditur nga një sulm me raketa dhe dron rus, ndërsa familjarët prisin me ankth lajme për të afërmit e tyre. Sulmi, një nga më të rëndët ndaj kryeqytetit Ukrainas këtë vit, la të paktën 12 persona të vrarë dhe dhjetra të plagosur. Në lagjen Podilski, zjarfikësit dhe ekipet e emergjencës punuan për orë të tëra për të nxjerrë njerëzit nga ndërtesa e dëmtuar rënd. Mes atyre që prisin përgjigje ishte 22 vjeçare Aliona. Ajo qëndronte në një park lojrash pranë pallatit të goditur, duke ndjekur operacionin e shpëtimit dhe duke shpresuar për lajme për shoqen e saj, 19 vjeçaren Vika.
Sipas saj, në ndërtesë ndodheshin edhe të afërmtë të dashurit të Vikës. Disa prej tyre u gjetën, por vajza 19 vjeçare vazhdonte të ishte e zhdukur. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, deklaroi se 10 persona u plagosën në zona të ndryshme të qytetit. Sulmi ndodhi vetëm pak ditë pas bombardimeve me vdekjeprurëse ndaj Kievit këtë vit dhe në prag të samitit të NATO-s në Turqi, ku presidenti amerikan Donald Trump pritet të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për të diskutuar përpjekjet e reja diplomatike për të dhënë fund luftës. Ndërsa bota flet për negociata dhe paqe, në Kiev familjet vazhdojnë të kërkojnë të mbijetuarit e fundit në ndronojat e sulmeve. Mijëra iranian kanë marrë pjesë në ceremonitë mortore për liderin suprem të vrarë Ali Khamenei, ndërsa mungesa e pasardhësit të tij Mojtaba Khamenei ka shtuar spekulimet për gjendjen e tij shëndetësore dhe sigurinë. Sipas burimeve, Mojtaba Khamenei u plagos rënd gjatë sulmit ajror, ku mbeti i vrarë edhe babai i tij. Irani vijon ditët e zisë kombëtare për liderin suprem Ali Khamenei, ndërsa mijëra qytetarë janë mbledhur në qendret e Teheranit për t'i dhënë lavdëmirën figurës më të rëndësishme të Republikës Islamike. Ceremonitë mortore po zhvillohen në disa qytete dhe pritet të zgjasen një javë, ndërsa autoritetet synojnë të shfaqin unitetin e vendit pas luftës së fundit dhe vrasjes së liderit suprem. Megjithatë, vëmendjen më të madhe e ka tërhequr mungesa e liderit të ri, Mojtaba Khamenei, i cili nuk është shfaqur asnjëherë në publik që prej emërimit të tij në krye të shtetit. Sipas analistëve, deri tani nuk është publikuar asnjë fotografi, video apo mesazh audio i tij, pavarësisht se tashmë mban postin me autoritetin më të lartë në Iran. Burime pranë zhvillimeve bëjnë të ditur se Mojtaba Khamenei u plagos rënd gjatë sulmit ajror të 28 shkurtit, në të cilin humbi jetën edhe Ali Khamenei. Raportohet se ai ka posuar dëmtime serioze në fytyrë, çka mund të shpjegojë mungesën e tij nga aktivitetet publike. Ekspertët vlerësojnë se autoritetet iraniane mund të jenë gjithashtu të shqetësuara për sigurinë e liderit të ri, pas atentatit që i kushtoi jetën babait të tij. Sipas këtij skenari, Ali Khamenei dhe disa anëtar të familjes së tij u vranë gjatë sulmeve ajrore të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli në fillim të luftës kundër Iranit. Ndërkohë, qeveria iraniane dhe Garda Revolucionare Islamike vazhdojnë të organizojnë procesione masive funerale, duke i paraqitur ato si një dëshmi të mbështetjes popullore për sistemin islamik dhe për vazhdimsinë e regjimit pas humbjes së liderit historik. Një fotografi që tregon një palestinez të lidhur, të zhveshur dhe me sy të mbuluar gjatë ndalimin nga autoritetet izraelite ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare. 2 nëna nga Gaza pretendojnë se burri në foto është djali i tyre i zhdukur, ndërsa Izraeli ka pranuar autenticitetin e imazhit, por ende nuk ka zbuluar identitetin apo vendodhjen e tij. Një fotografi e publikuar në rrjetet sociale ka tronditur opinionin publik dhe ka rikthyer në qendër të vëmendjes trajtimin e palestinezëve të ndalur nga Izraeli gjatë luftës në Gaza. Në imazh shfaqet një burr palestinez me sy të lidhur, i zhveshur deri në të brendshme dhe i prangosur mbi një shtrat kampi. Autoritetet izraelite kanë konfirmuar se fotografia është autentike, por nuk kanë bërë të ditur identitetin e personit apo vendin ku ai mbahet. Kjo ka shtuar dhimbjen e 2 familjeve palestineze, të cilat besojnë se burri në fotografi është djali i tyre i zhdukur. Gjuda El Gul është e bindur se në foto ndodhet djali i saj, Amin, i arrestuar në nëntor të vitit 2023, ndërsa përpiqet të kalonte nga jugu në veri të Gazës. Ajo thot se e njohu me njëherë të birin. Por edhe një tjetër nën, Rana Abu Nasar, është e bindur se personi në imazh është djali i saj Osama, i cili u arrestua në muajin mars, së bashku me djalin e tij vetëm 1 vjeçar pranë vijës së pushimit me Izraelin. Rasti i tij kishte shkaktuar reagime ndërkombëtare, pasi foshnja u lirua po atë ditë dhe familja pretendoi se në këmbët e saj kishte shenja djegjesh nga cigaret. Ushtria izraelite i ka mohuar këto akuza. Fotografia ishte publikuar fillimisht në një llogari në Instagram, e cila më pas u fshi. Mbi imazh ishte shkruar në hebraisht shprehja "Mirëmëngjes". Ushtria izraelite deklaron se ka nisur një hetim për rastin, dhe se mënyra e trajtimit që shfaqet në fotografi nuk përputhet me vlerat e ushtrisë, por nuk ka dhënë asnjë informacion mbi identitetin e të ndaluarit. Sipas shoqatës së palestinezëve të burgosur, rreth 1200 palestinezë nga Gaza mbahen aktualisht në Izrael sipas ligjit për ndalimin e të ashtuquajturve luftar të paligjshëm, i cili lejon mbajtjen në paraburgim
për një periudhë të pacaktuar të personave të dyshuar për përfshirje në veprime armiqësore. Trajneri norvegjis ka kritikuar vendimin e FIFA-s për të pezulluar dënimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun, duke theksuar se çështja lidhet me integritetin e futbollit dhe jo me Donald Trump. Vendimi erdhi pasi Trump i kërkoi presidentit të FIFA-s Gianni Infantino të rishikonte kartonin e kuq të lojtarit amerikan. Një vendim i pazakontë i FIFA-s ka shkaktuar polemika në prag të ndeshjeve me eliminim direkt të Kupës së Botës. Sulmuesi i Shteteve të Bashkuara, Folarin Balogun, do të jetë në fushë në përballje ndaj Belgjikës, pasi FIFA vendosi të pezullojë dënimin e tij me një ndeshje, megjithse kartoni i kuq i marrë në sfidën e Bosnjën mbetet në fuqi. Balogun u ndoshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes ndaj Tarik Muharemovic, një vendim i marrë pas rishikimit me sistemin VAR. Trajneri amerikan Mauricio Pochettino këmbguli se ndërhyrja nuk justifikonte përjashtimin nga loja. Sipas burimeve të informuara, presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e FIFA-s Gianni Infantino, duke kërkuar që rasti të rishikohej. Vetëm pak orë më vonë, FIFA njoftoi se Balogun do të lejohej të luante në ndeshjen e raundit të 16, një vendim që ka ngritur pikpyetje mbi pavarësinë e institucioneve drejtuese të futbollit. Trajneri norvegjis Ståle Solbakken reagoi publikisht ndaj situatës, duke deklaruar se problemi nuk lidhet me Donald Trump, por me vetë FIFA-n. Sipas tij, rregullat duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjitha ekipet dhe askusht jashtë futbollit nuk duhet të ketë ndikim në vendimet sportive. Rasti ka hapur një debat të gjerë mbi ndërhyrjen e politikës në sport dhe mbi mënyrën se si FIFA menaxhon çështje që mund të ndikojnë drejt për drejt në ecurinë e turneut më të rëndësishëm të futbollit botror. Kina kreu një test raketor nga një nëndece me energji bërthamore në Oqeanin Paqësor, duke shkaktuar reagime të forta nga SBA, Japonia, Australia, Zelanda e Re dhe Tajvani. Pekini e cilësoi testin si rutinë, ndërsa vendet e rajonit shprehen shqetësim për rritjen e aktivitetit ushtarak kines. Tensionet e reja në rajonin e Paqësorit pasi Kina kreu një test raketor nga një nëndece me energji bërthamore. Sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua, raketa u lëshua të hënën drejt urave ndërkombëtare të Oqeanit Paqësor dhe mbante një kokë luftarake të rreme. Autoritetet kineze e përshkruan testin si një stërvitje rutinë ushtarake, duke theksuar se nuk kishte një shënjestër asnjë shtet apo objektiv të caktuar. Megjithatë, veprimi shkaktoi reagime të menjëhershme nga disa vende të rajonit dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri australian Anthony Albanese kritikoi Pekinin, duke deklaruar se nuk kishte respektuar praktika ndërkombëtare për njoftimin paraprak të testeve të tilla, e cila parashikon të paktën 48 tetor para lajmërim. Edhe Japonia shprehu shqetësim të thellë. Sekretari i përgjithshëm i kabinetit japonez deklaroi se rritja e aktivitetit ushtarak të Kinës përbën një burim serioz shqetësimi për sigurinë në rajon. Nga ana tjetër, Tajvani e cilësoi testin si një përpjekje të Pekinit për të friksuar komunitetin ndërkombëtar dhe për të rritur presionin ushtarak në Azi Paqësor. Autoritetet kineze nuk dhanë detaje për llojin e raketës së përdorur. Megjithatë, media shtetërore Global Times, duke cituar ekspert ushtarak, raportoi se bëhet fjalë për raketën JL-3, armën më të avancuar balistike që lëshohet nga nëndecet kineze. Sipas një raporti të Pentagonit, kjo raket ka rrezë veprimi të mjaftueshme për të goditur territorin kontinental të Shteteve të Bashkuara, edhe nëse lëshohet nga urat bregdetare të Kinës. Testi vjen në një periudhë tensionesh të larta në Indo-Paqësor, ku rivaliteti mes Kinës dhe SBA-s vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa vendet e rajonit ndjekin me shqetësim zhvillimet ushtarake. Ekipet e shpëtimit dhe familjarët vijojnë kërkimet mes rënojave në Venezuelë 12 ditë pas 2 tërmeteve shkatërruese që lanë mbi 3500 të vdekur. Mes tyre është edhe Elizabeth Leon, e cila pasi varrosi prindërit, vazhdon të kërkojë të afërmit e tjerë me shpresën se mund të jenë ende gjallë. Shpresa për të gjetur të mbijetuar nuk është shuar ende në Venezuelë, edhe pse kanë kaluar 12 ditë nga 2 tërmetet shkatërruese që goditën shtetin bregdetar La Guardia. Ekipet e shpëtimit dhe 10 familjarë vazhdojnë të kërkojnë mes rënojave të ndërtesave të shembura, ndërsa bilanci i viktimave ka kaluar 3500 persona. Mes atyre që nuk janë larguar asnjë ditë nga vendi i katastrofës është Elizabeth Leon. Ajo ka varrosur tashmë nënën dhe baban,
por vazhdon të kërkojë të afërmit e tjerë që mendohet se ndodhen ende nën beton. Leon tregon se vendodhja e tyre është identifikuar dhe se familjarët së bashku me miq, fqinj dhe disa efektiv policie po hapin në rrugë me salonojave me duar të zhveshura. Sipas saj, ata kanë depërtuar përmes 6 shtresave të betonit për të arritur në katin e 4 të godinës, ku besohet se ndodhen të afërmit e saj. Gruaja shprehet se ende nuk e ka humbur besimin, pasi mungesa e erës së dekompozimit u jep shpresë se mund të ketë të mbijetuar. Ndërtesat e shembura ishin pjesë e programit shtetëror të banesave sociale Mision Vivienda, një nga projektet më të njohura të nisura gjatë presidencës së ndjerë të Hugo Chavez. Sipas autoriteteve venezueliane, nga tërmetet e 24 qershorit me magnitudë 7.2 dhe 7.5 janë plagosur mbi 16.700 persona, ndërsa gati 18.000 banor kanë mbetur pas tre. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë pa ndërprerje, ndërsa familjet që kanë humbur gjithçka shpresojnë të marrin një lajm për të afërmit e tyre, ose të paktën mundësinë për të dhënë atyre një varrim dinjitos. Krerët e Partisë Demokratike në SBA i kanë kërkuar kandidatit për senatin nga shteti i Maine, Graham Plattner, të tërhiqet nga gara pas akuzave për përdhunim. Plattner i mohon kategorikisht akuzat, ndërsa partia paralajmëron se nuk do ta mbështesë nëse mbetet kandidat. Një skandal ka tronditur politikën amerikane vetëm pak muaj para zgjedhjeve të nëntorit. Drejtuesit e Partisë Demokratike i kanë kërkuar Graham Plattner, kandidatit për senatin në shtetin e Maine, të tërhiqet nga gara pas publikimit të akuzave se ai ka përdhunuar një grua rreth 5 vite më parë. Sipas raportimeve të mediave amerikane, gruaja pretendon se Plattner hyri pa leje në banesën e saj dhe kreu marrëdhënie seksuale me forcë, ndërsa ndodhi në gjendje të dehur. Pas publikimit të këtyre pretendimeve, drejtuesi i demokratëve në Senat, Chuck Schumer, dhe kryetaria e Komitetit Demokrat për fushatat në Senat, Kirsten Gillibrand, deklaruan se partia nuk do të investojë në garën elektorale në Maine nëse Plattner mbetet kandidat. Ndërkohë, disa figura të njohura të Partisë Demokratike, përfshirë kongresmenin Rock Hanna dhe senatorin Ruben Gallego, kanë tërhequr publikisht mbështetjen për të. Nga ana tjetër, Graham Plattner i ka mohuar me forcë akuzat. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ai i cilësoi pretendimet si plotësisht të pavërteta dhe deklaroi se nuk ka kryer asnjëherë sjellje seksuale pa pëlqim. Gara për senatin në Maine konsiderohet një nga më të rëndësishmet në zgjedhjet e këtij viti, pasi demokratët synojnë të rimarrin kontrollin e senatit nga republikanët. Sipas ligjit të shtetit të Maine, nëse Plattner tërhiqet deri më 13 korrik, Partia Demokratike mund ta zëvendësojë atë me një kandidat tjetër për zgjedhjet e nëntorit. Senatore republikane Susan Collins, e cila kërkon një mandat të ri, i cilësoi akuzat si tronditse, por theksoi se nuk i takon asaj të vendosë se kush duhet të jetë kandidati i Partisë Demokratike. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.